Mezi kam prit të takoja. Ishte risku im të pashku. Në protesta nuk kam vaj se që si jam bë. Nuk e du me jetën. Se du jetën më vla. Nuk që që po vuj. Që po vuj. Jemi përpara spitalit onkologjik. Po. Cili është shqetësimi juaj sot? Unë jam një familje tepër në nevojë, jam nga Durrësi. Para 10 vjetësh më kanë marrë shtëpi në Durrës dhe vazhdoj jetoj me qira. Nga që më dorën nga shtëpia, unë jam mërzit shumë edhe më filloi smundja. Kam 7 vjetë që buj nga Gjoksi, kam heq të parën para 7 vjetësh, dhe tani mas 7 vjetësh më përsëritur prapë, sepse më shkaktua një mërzitje në shtëpi edhe vazhdoj prapë në për doktora. Kam 3 muaj që kam hedh dokumenta dhe nuk më dalin për invaliditet. 7 vjetë që isha e smur, jam paguar vetëm 1 vit me ndihmë ekonomike, vetëm me 70.000 lekë të vjetra. Jam shumë keq nga gjëna ekonomike, jam me qira, vajza më smur, mas lindjes, ka qenë Itali, ka qenë vetëm, edhe më shkëfyrë në shtëpi, kam në shtëpi vajzën bashkë me vajzën. Jetoj në kushte jashtë mase të këqija, me një shtëpi shumë e lagështim. Pse je sot këtu? Jam se bereze, vi bereze për ditë, vi nga Durrësi në Tiranë për reze. Të bish nga Durrësi në Tiranë për reze, vetëm për qerekore, është një gjë shumë skandaloze. Për ne që jemi në Durrës, qyteti më kryesor mbas Tiranës, që duhet patjetër këto qytetet që janë kryesoret, patjetër duhet të ketë një aparat rezesh. Aty është makabër, çdo njeri kërkon lek. Ku kërkojnë lek? Sa lek kërkojnë? Lek nuk kërkojnë, po nuk dhe lek, unë e shoh që asgjë nuk bëhet, pa lek. Asgjë nuk bëhet. Po kur jep lekët? Rregullojnë. E rregullojnë, bëhet. Bëhet. Dhe ti ke kërkuar një orar? Unë nuk kam lek për bukë. E beson? Unë nuk kam lek për bukë. Unë jam me smundje të keqe, kam ishte 2 gjokset. Të heqësh të 2 gjokset. Dhe tani e duke bërë reze. E mos të nxjerrin edhe kembin, është nuk e di, makabër fare. Unë s'kam nevojë fare me dokumenta, unë vetëm një foto të më bëjnë, më tako kembi. Unë sot i gjithë ditën marr shpresa ke njerëzit kush mbi në lek për bukë, e kush mbi në lek që të vinë tu në Tiranë. Vi me 3 autobuza. Njerëzit me zirrin me këtë vap që nuk kanë smur, jo me që unë kam 2 gjokse të imagjino. Unë tani që kam ardhur, unë komplet e krahun, unë nuk e di fare më shumë pirë komplet krahun. Gjitha duke bler gjurpana, duke bler kjo krahun më skuqe në mes e infekcion nga brenda, mos marr gjurpana, më pihet krahu. Sa ilaçe blen farmaci? Gjurpanat, kam blej nga 80-90.000 lekë kam blej gjurpanat. I blen? Po, i kam bler. Ku ti gjej unë gjithë thonë, më thuaj një çik. Unë jam vetëm me 220.000 lekë pensionin e burrit, me atë 220.000 lekë unë pagoj, kam 80.000 lekë qiram, pagoj drita ujë, e qa më ngelet më për të ngrave. E që 2 poshtë i latë në për doktore që të marrë ilaçe. Jam u shdrejnë këtu me borgje. Jam as jam dynja. Nuk di që të themë. Unë rroj vetëm pa te gotë që kam mësu, se për vetëm që sot dhe desë, nuk e du me jetën. Se du jetën më vla. Nuk që që po vuj. Që po vuj. Unë kam dala në mike të shi. Nuk i kështoj me bote asaj ushimit që se bleva ilaçe. Të shi o ilaçe, o të pagosh qiram. O të pagosh drita ujë. Një që velash ma zorë, që mu smur ato. Do blej dhe ilaçe tani, duhet dhe ilaçe pa anemin tani. Që ti blej unë. Ma ilaçet që marë për ato majën e menshëve, marë 50.000 lekë muj për mua. Se nuk rimbusohen. Ilaçet më shteta nuk rimbusohen. Ilaçet më lira këto i rimbusohen. Nuk i di që bëhet. Mezi kam prit të takoja. Ishte risku im të pashku. Në protesta nuk kam vaj se që si jam bërë. Mezi kam ma dhe në spital, da së besot bashkë më të pësë. Mezi kam ma unë bëhen me 39 në shpi ku shkreta një. Më vetëm krevat. Për të hangër qa do haj? Qa do haj? Ja njerëzit me ca ushimi shumë kanë një mu njerëzit, shoqet e gotës edhe njerëzit e mi. Unë du mishin, unë du vezën, unë du gjërat ja, pandaj kam dalë në mike. Pa kalot me lakra. Unë kam dalë në për lagjën dhe lakra që haj.